Himara ka nisur të frekuentohet nga pushues vendas dhe të huaj, duke qenë një nga destinacionet më të preferuara për turistët dhe pushuesit. Këta të fundit e pëlqejnë për pastërtinë që të ofron, por edhe për brigjet. Qershori po shënon një fluks të konsiderueshëm të pushuesve vendas dhe të huaj që po zgjedhin këtë Bregdet. E veçanta është se Himara mund të cilësohet një nga bashkitë e vetme me vijën bregdetare më të gjatë që ofron falas për turistët plazhin. Bashkia ka vendosur që edhe këtë vit ky plazh që po ndiqni në ekran të jetë i gjithë i publik dhe kushdo vendas apo i huaj të mund të vendosë çadrën e tij në këtë hapësirë. Ditët e javës e gjen Himarën plot me turistë vendas dhe të huaj. Pas meje gjendet plazhi publik, i cili është i tembushur nga pushues që kanë zgjedhur këtë Bregdet për të kaluar pushimet e tyre verore, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet që po vinë në këto momente në ekran. Himara duket se edhe këtë vit do të ketë një numër të lartë të pushuesve që do të frekuentojnë këtë Bregdet të mrekullueshëm, ndërsa vlen të theksohet gjithashtu se kulmi i sezonit turistik do të sill këtu komësi të ndryshme nga vendet e Europës, por edhe i gjithë botës, pasi tashmë Himara është bërë destinacioni më i preferuar i kujdo për pushimet verore. Janë marrë gjithashtu edhe masat që ky sezon turistik të mos ketë problematika, qoftë sa i përket rendit, sigurisë publike, apo edhe pastërtisë së vijës bregdetare. Janë nga shtetet të ndryshme pushuesit dhe turistët të cilët vini i marë për të plazhuar, nga Italia, Greqia, Franca, Gjermania dhe deri tek Amerika e Largët, por nuk përjashtohen as pushuesit vendas që vinë nga rrethet të ndryshme dhe më së shumti nga Tirana. Edhe për këtë vit Himara mbetet një nga destinacionet e preferuara për turistët vendas, por edhe të huaj për të kaluar pushimet verore, kjo për plazhet e virgjëra dhe të bukura që të ofron. Plazhet e Himarës janë populluar nga turistë të ndryshëm, sikundër po ndiqni edhe nga pamjet. Edhe sipas zyrtarëve të bashkisë, Himara po frekuentohet shumë në këto ditë edhe nga turistë të huaj që vinë për herë të parë. E shikoj vitin e fundit po, dy vitet e fundit po, patjetër. Shikojmë këtë vit, më thënë, fytyra të reja, që bëjnë përëndime të reja, me një fjalë. Dhe këtu kuptojmë që patjetër Himarën e kanë dashur dhe e duan që të vinë të bëjnë pushime të rejatojnë. Por edhe jeta artistike dhe kulturore do të jetë e pasur, madje aktivitetet kanë nisur. Netët e Bejkës së Bar i kthehen në Pilur më 20 dhe 21 qershor ora 19, 2 net me muzikë, këngë polifonike, valle dhe emocion, ku artistë nga zona të ndryshme mblidhen për të festuar identitetin dhe trashëgiminë shqiptare. Ndërsa në 21 qershor do të zhvillohet një tjetër aktivitet në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzikës, një ngjarje që jo vetëm feston muzikën, por edhe promovon Himarën si një destinacion të rëndësishëm kulturor dhe turistik. Specialistja e kulturës në Bashkinë e Himarës, Katina Beleri, thotë se ky është një sezon i veçantë dhe se aktivitetet nisën që në muajin janar. Është një sezon i veçantë. Aktivitetet kanë filluar që në janar, pothuajse, është çdo muaj 2-3 aktivitete. Kemi tash të freskët, kemi festivalin Bejke Bardh në Pilur, festivalin folklorik, më datën 21, pastaj presim artistë të huaj, kitaristë të huaj, të lozim pjesë me muzikën klasike, vazhdojmë me të gjitha aktivitetet e tjera sportive që ka Bashkia e Himarës dhe në vazhdim do jenë të pa numërt aktivitetet që kushdo që vjen këtu në Bashkinë e Himarës ose në zonën tonë të ndjehet i plotësuar nga të gjitha gjërat, me aktivitete, me argëtime, me kulinari, me çdo gjë. Himara quhet për plazhet e saj të bukur, duke kthyer kështu këtë zonë në një vend ideal për të kaluar pushimet. Me sa duket për këtë bashki, sezoni turistik 2025 do të jetë një tjetër histori suksesi.